25. Detyra e katërt islame, zekati. Detyra e katërt kryesore islame është zekati, kontributi i detyrueshëm fetar. Zekati është dhënje e detyrueshme e një pjesë të pasurisë nga teprica e pasurisë për muslimanët e varfër, ose për qëllime të tjera të dobishme të bashkësisë muslimane, me qëllim të arritjes së kënaqësisë së Allahut. Zekati jepet nga pasuria që tepron jashtë nevojave themelore për jetë. Ai obligohet vetëm pasi sasia e pasurisë të arrijë në nivelin e caktuar, nisab. Zekati jepet në para, gjëra të vlefshme, stoli, flori, argjend, mall tregtar, shtazë dhe vlera të tjera. Pasuria që i nënshtrohet zekatit ndahet pasi ta kemi poseduar mbi një vit, prej 2.5% nga ajo pasuri. Poseduesit e floririt dhe argjendit duhet ta japin zekatin nëse në pronësi kanë më shumë se 90.6 gram ar, apo 641.5 gram argjend. Zekati në kafsh jepet nëse kemi 30 lop apo 40 dele. Zekati për mallin tjetër, drithi, mielli, shtretrit, rrobat, mobiljet e të ngjajshme, nëse janë të destinuara për tregti, vlerësohet sipas vlerës së floririt dhe argjendit, ose parave të gatshme dhe në këst jepet 2.5%. Zekati në drithra, fruta dhe perime jepet me njëherë 10% nga prodhimet e vjela. Zekati jepet, siç cekë më lartë, sipas ajetit kuranor. Sadaka, zekati, është padyshim për të varfrit, të nevojtarët, për ata që e mbledhin, për ata zemrat e të cilëve duhet përvetësuar, për lirimin e skleverve, për borxhlinjtë e mëdhenj, për luftëtarët në rrugën e Allahut dhe për udhëtarët e mbetur në rrugë. Allahu ka përcaktuar kështu. Allahu di çdo gjë dhe është i urtë. Et-Teube 60.